Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ola dhe Loredana nuk harrojnë sherret e vjetra, kapen prej flokësh në klubin e natës. Duket se armiqësia që lindi mes Olës dhe Loredanës për shkak të Jozit, e cila lindi brenda shtëpisë së famshme, nuk është shuar akoma. Përkundrazi, ajo është tuar edhe më shumë dhe ka kulmuar në festën që ka organizuar Topi pas finales. Sipas gazetarit të njohur, i cili ka qenë i ftuar në festë, atje mes Olës dhe Loredanës ka nisur ofendimet e rënda, fillimisht me zë të ulët dhe më pas me tone të larta. Situata ka degraduar deri në fyrje shumë të rënda dhe me një fjalor banal. Sipas gazetarit, po të mos kishin qenë njerëzit e tjerë të pranishëm, ish banore do të ishin kapur për flokësh, në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Nga ana e tij, Jozi nuk ka qenë fare prezent tek festa dhe nuk dihet nëse do të vazhdojë më historinë që ka lënë me mëritë e tij. Ola më herët është shprehur se po të donte, do të vazhdonte marrëdhënien e saj me Jozin edhe jashtë, dhe me sa duket kjo është sfida që ato kanë me njëra tjetrën.